Ky shpenzon më shumë ti pare, duke u shqy zagar me fysh shqiptarët. Ju lutem regjia janë. Me fysh shqiptarët, me fysh shqiptarët. Ky shpenzon pare, Kur deputeti ose antari i qeverisë përdor gjuhë parlamentare me sjelljen e tij pengon zhvillimin e seancës plenare ose cenon rregullin e seancës, kryesuesi i seancës plenare jep vërejtje duke deklaruar se është duke përdorur gjuhë jo parlamentare. Zoti Haradinaj, ju lutem ulu në vendin tuaj. Ju kërkoj që të uleni në vendin tuaj, po përdorni gjuhë jo parlamentare. Ju lutem që të uleni në vendin tuaj, zoti Haradinaj.